Unë me sa e kuptova prej prindërve, sheka do të marrë pjesë në një garë në Suedi, që është një garë e muzikës, e që të është thonë prej kompozitorëve që rekomandohet me qenë një këngë në gjuhën suedeze. Ti nuk e din do me thonë suedishtën. A ka me kanë vështirë për ty me mësu, me këndu qatë këngë? Nështë pak, se unë nuk e di, veç pak. Po në ndërkohë dikush ka me të ushtru që mirët vesh që e din suedishtën edhe... Ndërsa të kjo këngë anglisht, ndërsa e ki ma lejt, a din anglisht, apo? Anglisht se ki problem. Pse nuk e ki diçka në agendën tonë me bo një këngë shqip, apo ende nuk e ke menu? Se ka menu ende. Po që nuk do me thonë që s'ke me bo një këngë shqip, apo? Jo. Tekstet e këngëve, a ki qef me shkru vetë, a i prej aty në personave që motivohesh, frymzohesh, ulesh shkruan diçka për çka ndodh me shoqëni, me shkollën, me prindrit, me familjen, apo i merr tekstet e gatshme? Vetë kom se. Vetë i shkruan? Po. Te për shembull te kënga e kalune, një botë pa ekran, apo si ishte? Koha pa ekran. E ke shkru koha pa ekran, a e ke shkru vetë? Po, mame ma ka shkru. Mame e ka shkru. Çka shkruan ti ma shumë sheg? Çfarë tekste? Në tekst shkruj, për shembull, veç me naj, edhe tani mas ne i lidhi fjallët, edhe dhe me thonë, bëj, këngë. Çka të frymzon ma shumë? A shoqënia, mësimja, mësusat, a shkolla, familja, imagjinata? Shkolla ma shumë. Shkolla ma shumë, i dedikon ma shumë shkollës. Çfarë nxanë se i në shkollë? E mirë, shpërfishme. Cila lanë të pëlqen shkollë ma shumë? Muzika. Muzika dhe atje të pëlqen, po me siguri edhe në tjera të lanë je mirë, po. A je prej aty në fëmijëve që me që muzika të pëlqen, e je ajo që je ma aktivja në për festat shkollës, në për eventet shkollës, merë pjesë në gjdo pikë.